2005 është viti i dytë që organizohet, është një koncert lëvizës në qytetet bregdetare. Si vjet kemi zgjedhur pikërisht Shkodrën për arsye të dashamirësisë që kanë ndaj artit. Jemi si vjet me artistë shumë të njohur, shqiptarë dhe ndërkombëtar. Në Shkodrë kemi nisur me Motel Sazanin, me orkestra, me Sardin, do vijojmë në Durrës, më pas me Alban Skënderaj e të tjerë, do shkojmë në Vlorë dhe në Sarandë. Urojmë që është një augur i mirë dhe një piknisje shumë e mirë në qytetin tuaj të dashur të Shkodrës dhe urojmë që të shkojë sa më mbar çdo gjë këtë verë. Jemi 8 ditë aktivitete, nga 9 të mëngjesit deri në mesnatë, me aktivitete për fëmijë, për të rritur gjatë gjithë ditës dhe me koncerte, një natë DJ dhe një natë këngëtar, natën e dytë, domethënë që fillojmë nga ora 8 e darkës deri në mesnatë, përfshin çdo target group dhe promovojmë jo vetëm muzikë, po promovojmë bukuritë e këtij vendi, duke pasur dhe bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, po japim një zë dhe një hon edhe natyrës së bukur që na ka falur natyra.